Rreshtet intensive të shiut të javës së kaluar ja kanë lënë vendin këtë të hënë acarit. Në qarkun e Dibrës, termometri ka zbritur disa gradë nën zero. Në Lurë ka shënuar -18 gradë Celsius dhe në qytetin e Peshkopis -15. Akset rrugore kombëtare janë të kalueshme, por ka prezencë akulli. Në rrugën e Arbrit ka pasur probleme me ngrica gjatë natës edhe në mëngjes. Po ashtu edhe në aksin Peshkopi-Kukës ka prezencë të ngricave, ndërsa në segmentin Ura e Çerenecit Librazht kalimi bëhet me zinxhir. Rruga e Lurës është bllokuar ndërsa po punohet për hapjen e rrugëve të fshatrave. Temperaturat ekstreme të ulta kanë përfshirë edhe juglindjen e vendit. Në orët e para të mëngjesit termometri ka shënuar -10 gradë Celsius. Rrugët nacionale që lidhin Korçën me Kapshticën, Qafthanën, Ersekën dhe Leskovikun janë të hapura dhe qarkullimi bëhet normalisht. Nuk ka vështirësi për lëvizjen e mjeteve edhe në rrugët drejt Dardës dhe Voskopojës, ndërkohë rrugët rurale në zonat e thella malore janë të kalueshme vetëm me zinxhir. Në disa fshatra ka mungesë të energjisë elektrike. Në qarkun e Gjirokastrës problematike mbetet rrëshqitja e dherave që po mban të bllokuar disa zona rurale. Situata nga përmbytja në Durrës është përmirësuar pas tërheqjes së ujit në Ishkënet, banorët kanë nisur pastrimin e banesave. Ata thonë se pjesa më e madhe e pajisjeve elektroshtëpiake dhe orendive kanë dalë jashtë funksionit. Vetëm në zonën e Ishkënetës, grupet e punës kanë evidentuar mbi 2700 banesa të përmbytura. Dome se sa dush. Me gjitha orendit që janë më rroba, shka me gjonë, do kanë dalë jashtë përdrimi. Me dysheke me gjitha gjona kanë marrue. Prurjet e lumit Seman vijojnë të jenë të larta. 100 hektar tokë vazhdojnë të jenë të përmbytur. Edhe në Shkodër, 945 hektar janë ende nën ujë. Në Obot, uji është prezent vetëm në oborre, pa deportuar në banesa, ndërsa qarkullimi bëhet me mjetet e ushtrisë.